Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua në Pekin me presidentin e Republikës Popullore të Kinës Xi Jinping, të cilin e falenderoi për pritjen madhështore në Pekin, respektin, mbështetjen dhe miqësinë e treguar ndaj vendit tonë në çdo kohë, por edhe në pjesëmarrjen e ndërtimit të Serbisë së bashku me popullin serb. Pas takimit u nënshkruan një sër dokumentesh dhe presidenti si dhe Vučić i dha urdhrin e miqësisë. Presidenti Vučić më parë u takua me kryeministrin Li Yang dhe theksoi se mbështetja ndërsjellë e Serbisë dhe Kinës në lidhje me Kosovën dhe Tajvanin u konfirmua në ato bisedime. Gazeta kineze Chile Daily botoi një artikull kushtuar vizitës së Vučićit në Kinë me vlerësimin se qëllimi i saj janë rezultatet më konkrete në ndërtimin e një aleance midis Kinës dhe Serbisë me një të ardhme të përbashkën në epokën e re. Komesariati për Refugjat dhe Migracion i Republikës së Serbisë njoftoi se shteti i Serbisë fton persona të zhvendosur brenda vendit nga Kosova që ndodhen në Serbinë qendrore të votojnë në zgjedhjet në Kosovë të planifikuar për 7 qershor, duke thënë se çdo votë është e rëndësishme për mbijetesën dhe të ardhmen e popullit serb në Kosovë. Populli serb në Kosovë dhe Metohi është edhe një herë ka mundësi të votojë për mbijetesën dhe të ardhmen e tij në vatrat e tyre shekullore në zgjedhjet e 7 qershorit. Me apelin e bashkëkombësve tanë nga Kosova dhe Metohia, Republika e Serbisë fton persona të zhvendosur brenda vendit nga krahina jugore të vendosur në Serbinë qendrore të votojnë në zgjedhjet e Kosovës dhe Metohisë, thuhet në deklaratën e Komesariatit për Refugjat dhe Migracion. Punonësit e institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Graçaniz dhe zonat përreth u mblodhen sot në shenjë mbështetje për drejtorët e institucioneve që u arrestuan javën e kaluar. Kryetari i listës serbe dhe drejtori i qendrës spitalore klinike në Mitrovica Zlatan Ele kërkoi lirimin e serbëve të arrestuar, duke theksuar se ata po dërgojnë mbështetjen kolegëve të tyre dhe të vërtetës e drejtësisë. Paraburgimi i drejtorëve të institucioneve serbe për 30 ditë është vazhdimi i presionit që Albin Kurti ushtron mbi serbët në Kosovë, tha Igor Simić, antari i kryesisë së listës serbe. Ai theksoi se udhëheqësit e 2 shtyllave të mbijetesës së serbëve në Kosovë, arsimi dhe shëndetësia u sulmuan dhe se qëllimi i arrestimit të drejtorëve është poshtrimi i tyre, thyrja e rezistencës së tyre dhe dekurajimi dhe freksimi i serbëve para zgjedhjeve të 7 qershorit. Ministri për integrimin evropian i Serbisë Nemanja Starović tha sot se letra e kancelarit gjerman Friedrich Merz, në të cilën ai propozon qasje të privilegjuar në tregun e vetëm evropian dhe lidhje më të ngushta me institucionet europiane në procesin e përditshëm të vendimarrjes për Ballkanin Perëndimor dhe Moldavin, tregon se të gjithë kanë të nevojën për të ndryshuar metodologjinë e zgjerimit të Bashkisë Evropiane. Starović vlerësoi se askush nuk mund të jetë plotësisht i kënaqur me përmbajtjen e letër, por se është e rëndësishme të flitet për të. Kryetari i Komisionit të Sigurisë së Parlamentit së Serbisë Milovan Drecun tha sot se shumica antarëve të Bashkimit Evropian nuk kanë dëshirë të sinqertë për zgjerim, por se bizeta për zgjerimin po përdoret për të realizuar qëllimet kryesore gjeopolitike të Bashkisë Evropiane dhe vendeve kryesore europiane. Bashkimi Evropian, siç deklaroi ai, nuk e njeh zyrtarisht Kosovën si shtet, por shumë zyrtarë të Bashkisë Evropiane trajtojnë territorin si të pavarur. Ai gjithashtu theksoi se propozimi i marrëveshjes franko-gjermane thotë se Serbia duhet të njohë de facto Kosovën për të përfunduar rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Mëngjesin e sotëm në qendrën kulturore në Graçaniz ka ndodhur një aksident trafiku në të cilën sipas oficerëve të policisë në terren janë lënduar disa persona. Aksidenti ka ndodhur gjatë një përplasje midis një Volkswagen Tiguan dhe një kamionete Volkswagen. Pas përplasjes, makina është përplasur me një shtyllë elektrike, gjë që ka shkaktuar ndërprerjen afatshkurtë të energjisë elektrike në territorin e Graçanicës. Policia e Kosovës ka kryer hetim, ndërsa ka ndërhyrë edhe ekipet e KEC-it për të cilët është kyçur energjia elektrike.
Moti nesër në Serbi do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, ndërsa moti ngjajshëm do të vazhdojë edhe të mërkurën do të fryjë re lehtë veri perëndimore derisa dhe fort. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 10 deri në 19, kurse ajo maksimale ditore nga 28 deri në 32 gradë Celsius.